Shikues nderuar të portalit 029 Sport, ju përshëndesim nga klubi i boksit Prizreni, ku po vazhdojnë përgatitjet intenzive për turneun tradicional ndërkombëtar kushtuar dëshmorit të kombit komandantit Ekrem Rexha, komandant Drinit. Me mua është kryetari i klubit të boksit Prizreni dhe njëherësh familjari i komandant Drinit, zoti Rushdi Rexha, me të cilin do të flasim për organizimin e turneut të 10 kushtuar komandantit Ekrem Rexha. Për të 10 vit, bokser me padurim presim këtë turnir, bokser të klubit të boksit Prizreni, që thjesht ta respektojnë vlerën, kontributin, aktivitetin që në ka pas komandant Drini, qysh në luft ashtu edhe në paqe. Sigurisht me përgatitjet të tyre që janë duke bë, ata do të provojnë që t'i afrohen veprës atij, duke bë ushtrime, duke e tregu teknikën, duke tregu grushtën, djersën, edhe teknikën atyre që janë duke përdorur në ringun, ashtu t'i afrohen sa do kudo tinve t'i parave të cilat i ka pasur dhe komandant Drini. Nuk do thotë që na e dim që Ekremi, komandant Drini, nuk ishte bokser, por ishte luftarak, ashtu si që t'jenë luftarak të dhe bokser të tanë. Ishte njëre që njëke teknikën e luftës, e këta e njënë shumë mirë teknikën e paqen. Ka pas zemër për luftë, si që kanë këta bokserë të tanë. Ata do të dëshmojnë me 8 nëntor, në ora 5 mazite, në palesën sportive këtu në Sezaj Suroi, gjitha këto aftësit edhe do të nderojnë veprën e komandant Drinit. Sigurisht, përveç atinve, klubi boksit Prizreni me pjesëmarrësit e ekipet që do t'jenë prezent, përveç Kosovës dhe Shqipërisë, po ashtu edhe Maqedonisë, do t'jenë edhe bokser nga Suedia, nga Zvicra, nga Gjermania, edhe musafir të veçantë i kemi që na kanë nderuar rregullisht, janë edhe bokser nga Franca. Të gjitha ata dëshmojnë edhe një bashkëpunim të klubit që e ka jo vetëm me boksin regional, po mundem lirisht me thonë edhe me bokserët të kalibrit evropian. Besoj që bokserët do ta dëshmojnë veten, pa marrë parasysh a kanë fituar jo, presim që ta dëshmojnë kulturën, ta dëshmojnë sportin, ta dëshmojnë zemrën që e kanë, edhe besojmë jemi të sigurt për rezultatat atyre. Kryetar, sigurisht për organizim sa më të mirë duhet edhe mbështetje financiare, përkrahje, sa keni përkrahje nga institucionin, nga Komandi Komunal i Prizrenit dhe nga donatorët tjerët, duke pasur parasysh rëndësinë e këtij turneu dhe posaçërisht emrin e komandant Drinit. Me të vërtet, jemi falendrues më së pari donatori më të mëdhej, është Komuna Prizrenit, që na jemi duke funksionu aktiviteti që kryejm gjatë vitit, falë subvencioneve që na jep Komuna Prizrenit. Sigurisht kena edhe donatorë të tjerë, qytetarë të ndershëm, të cilat dëshirojnë që ndihmojnë të kontribuojnë në realizimin e këtij turnirit, janë edhe bizniset të tjera që janë duke zbatuar ligjin e sponsorizimit, që janë edhe sponsorë, apo. Thjesht nuk mund të ankohemi me mjete financiare, ata gjithë na mungojnë, po falë vullnetit të mirë të gjithëve që i përmenda, na do të realizojmë me sukses këtë turnir. Dhe si familjar, sa jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e bokserëve, me pjesëmarrjen e shikuesve në nderim të komandant Ekrem Rexha Drini? Për herë të parë mund të them, na i kena përcjell edhe turniret e mëhershme, shumicën janë lidhur me regionin, po tham regionin shtetet Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova, nuk kena pas pjesëmarrësit, edhe që kanë pas ftesë, ndaj edhe ndaj shteteve tjera. Por kësaj radhe me të vërtet, edhe ju kena me të borxh Afganistanit, ju kena me të borxh Turqisë, që thjesht për shkak numrit të madh të paraqitjes së bokserëve, na do të kemi diku 22 duele, sa e pashët e listën, që do të boksojnë. Është një kohë, një periudhë që duhet me të vërtet koncentrim edhe pjesëmarrësve të Federatës së Boksit, Shoqatës së Referëve, mos thonë edhe publikut. Po besoj që do t'ja dalim, se këta fëmijë këtu bokser mezi po presin që ta dëshmojnë vlerën e komandant Drinit, por nëpërmjet boksit. Dhe këtë në fund, kryetar, apeli juaj për dashamirët e boksit të vinë në numër sa më të madh, sepse do të jetë edhe familja e komandant Drinit, por sigurisht do të ketë edhe shikues. Po mos ta lidhim vetëm boksin, mos ta lidhim thjesht edhe komandantin vetëm me boksin. Sigurisht, nëse vinë ata këtu në boks, ata mirën me sport, mirën me aftësitë teknike të cilat i ka boksi. Në momentin
Na thëshëm që ai është i gatshëm që të ballafaqohet në ring, jo me kundërshtar, me sportistët të tjerë. Ai është i gatshëm të ballafaqohet nesër në çdo betejë, pa më parasysh çfarë është çfarë betejë na presin në tarme, po. Kjo është, besoj që edhe qytetarët do t'i angazhojnë fëmijët e tyre, djemtë e tyre që të jenë pjesë e boksit, po dar Zoti që të kemi edhe hapësira tjera sa më shpejt të gatshëm. Keni me pa që viti 2026 do të jetë viti kur thjesht boksi do të lulëzon në qytetin e Prizrenit. Në krahas i lulëzimit, sigurisht tradita e organizimit të turneut do të vazhdojë edhe në të ardhmen deri në pakufijës. Po, do të provojmë, do të tentojmë, do të bëjmë çmos vetëm mos na rrok pandemia. Trajneri Votim Zapluxhani si zakonisht po bën përpjekje maksimale për përgatitjen sa më të mirë të boksierëve, sidomos boksierëve prizrenas për të paraqitur sa më denjësisht në turneun e 10 përkujtimor kushtuar dëshmorit komandant Ekrem Rexhës, komandant Drinit. Trajner, si zakonisht po punoni me përkushtim dhe keni një numër të boksierëve që do të paraqiten në këtë turne. Si trajner jeni vetëm jo vetëm trajner, por edhe organizator bashkë me kryetarin e klubit, cilat janë përgatitjet tuaja për këtë turne? Ju përgëzoj për këtë emision klubi boksit Prizreni për turnirin memorial Komandant Drini. Ka pas edhe ftesa që na kanë pranuar, sidomos Franca, Gjermania. Kemë pas edhe 2 klube prej Gjermanisë, Esenia dhe klubi Vilbert, Zvicra, Suedia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut. Po i kemi ngel borçta dhe më herët kryetari Norvegjisë, Finlandës, Danimarkës, Italis, Turqis, Afganistanit dhe shtetit më të larë që është Guadeloupit. Po këtë vit do të majmë turnirin Komandant Drini, janë paraforsisht janë 24 duele. Po vitin tjetër, ma merr mendja që edhe kryetari edhe kryetari i ri i Kosovës i Prizrenit më na mbështet për turnirin memorial ta bëjmë 2 ose 3 ditë. Kem shumë kërkesa, kem bërë shumë miqësi si klubi boksit Prizreni në arenën ndërkombëtare. Sigurisht, për ajo do të jetë më vonë, por tash sajnë të përgatitur. Cilët boksier prizrenaz do të marrin pjesë në këtë turne dhe çka mund të presim nga ata? Po bokserët nga klubi boksit Prizreni do të marrin pjesë 6 bokser. Fillojmë prej Ali Hoxhës, Lumturim Gjogjaj, Erion Gashi, Ensar Badalli, Lotrim Berisha, dhe kam këta 2 djemë të vëgjër këta që do të bëjnë si parameq. Po kam ngel pa kundërshtar edhe Drilon Thaçi që vjen prej Italisë. E dim që rastësisht është pjesëmarrja, nderimi në këtë rast i veprës të komandant Drinit, por gjithsesi neve na intereson edhe performanca e tyre në këtë turne. Nga cilët bokser prisni konkretisht të arrijnë rezultate? Për gjithë bokserëve. Se klubi boksit Prizreni për momentin është në përgatitje fazën e fundit dhe presim që do të bëjmë një spektakël. Se edhe ashtu kam 3 bokserë që për ju paralajmëroj se Lumturim Gjogjaj, Lotrim Berisha dhe Drilon Thaçi marrin pjesë në turnirin memorial Adem Jashari nga klubi boksit Prizreni. Edhe pashmangshëm gjithmonë pyetja, ju vetë keni qenë bokser një kohë e klubit të boksit, tani jeni trajner, ka pasur traditë Prizreni edhe ka pasur bokser shumë cilësor, por patjetër duhet edhe mbështetje financiare, mbështetje morale, mbështetje në këtë aspekt. Sa është mbështetja për ju si klub, për trajnerin edhe për boksin? Po mbështetje financiare ne kena kryetarin, kryetari është i fortë, zotni Rujdi Rexha me anëtarët e bordit, ata na përkrajnë. Unë si trajner vetëm mirem me bokser, po ne jemi klubi më i organizuar në Kosovë. Për këto punë mirë vetëm kryetari i klubit boksit Prizreni, që përgëzojmë që 3 mandate që i na përkrajnë neve si klub. Po ti më mbaj mend kur keni qenë ju si bokser edhe kanë qenë liga e boksit, shikues ka pas mbi 1000 shikues kur e kanë përcjell bokserët e Prizrenit në garat e Kosovës. Apeli juaj tani për turneun që të vinë përveç që të shohin bokserët tanë edhe bokserët tjerë edhe të nderojnë komandant Ekrem Rexha. Po presë edhe kom bojë thirrje që masovikisht vinë, bënim këtë turnirin të na përkrajnë të shohin bokser për shembull ndërkombëtar, ku jemi për shembull boksi kosovar dhe boksi evropian. Na si klubi boksit Prizreni kem provojë në boksin ndërkombëtar, se kem marrë pjesë në Gjermani, në Francë, kem qenë edhe në Zvicër. Nuk kem kurrë probleme, po të vinë ta shohin një për shembull ku jemi na,
domethënë sportet luftarake në Kosovë dhe sportet luftarake në Evropë. Dhe turneu fillon me 8 nëntor, në ora sa dhe si do të shkoj fillimi për që ta dinë shikuesit? Po, në ora 5 masdite të shtunën me 8-in, fillon turniri memorial, do të kemi edhe një 2 duele parameqe, po do të kemi edhe sheshin kulturë artistike Filizat e Prizrenit, që s'na harrojnë si klubi boksit Prizreni dhe vazhdojmë me garat deri në fund. Veç karakterit garos të këtë atmosferë festive. Po, patjetër për hir të mysafirëve që i kemi. Leutrimi padyshim është boksier që vazhdon traditën e familjes Gjogjej, vazhdon traditën e Armendit dhe Dabinotit. Leutrim po shkon sigur drejt hapave të tyre, tani është herët për profesionalizëm, por po vazhdon me turneun. Sigurisht paraqitjet tuaja janë shumë të mira, i përcjellim rregullisht dhe ne kënaqemi me këto rezultate. Aktualisht sa i përgatitur për turneun kushtuar komandante Kremregjës Drinit? Unë jemi përgatitur mirë, trajneri na ka përgatitur mirë gjithëve. Dhe besoj që do të kemi sukses në turnerin e Prizrenit, komandant Drini. Cilën kategori do të paraqitesh? Do të paraqitem në kategorinë 60 kg. Sa duele pritet nga ti? Vetëm një. Vetëm një, po. E di kundërshtarin? Nuk e di. Çka mund të presim nga ti? Besoj unë do të jap më të mirën që të fitoj tani. Do të fitoj kismet. Si e vlerëson këtë turne? Është turne i rëndësishëm jo vetëm për ta kujtuar dëshmorin dhe komandant e Kremregjës. Turneu është turneu më i mirë njëra për njëra në Kosovë. Do të zhvillohen diku deri 22 meqe. Dhe është mirë, do të ketë shumë shtete pjesëmarrje. Shumë shtete do të vinë këtu, Franca, Suedia, Gjermania, Maqedonia, Shqipëria. Një përvojë e veçantë. Leutrim, pas këtij turneu çka të pret? Na pret turneu Ademja Sharrit, që aty do të jemi. Dhe besoj që do të kemi sukses edhe atë. Leutrim Berisha është një boksier tjetër që do të marrë pjesë në këtë turne. Leutrim, sa je përgatitur, si shkojnë këto përgatitjet me trajnerin Vatin Zapozhani? Përgatitojna maksimalisht për punën e palashme për trajnerit, edhe kryetarës na përkrahët gjithë. Presim sukses kismet shtunën. Në cilën kategori do të marrësh pjesë? 70 kg. Dhe din kundërshtarin? Kundërshtarin e kam për Suedis, kështu se kom këshirë me emër, kështu. A ki përcjell pak? Ja, asnjëherë, kur. Çka presim nga ti në këtë? Presim kismet në fitore. Dhe ne presim që të paraqitesh sa më mirë. Pas këtij turneu ke garë? Po, në përnet turnira Ademja Sharrit, kena 3 bokserë në lumturimi edhe Dërjoni. Po, edhe aty presim kismet fitore. Ensar Badalla është një boksier tjetër i talentuar i klubit të boksit Prizreni, nga i cili presim shumë në të ardhmen, ashtu edhe suksese që ka pasur deri më tani. Po të shohim me një veshje speciale, kjo do të thotë që mos ke pesh pak më tepër Ensar? Po kom ik edhe pak pesh për shkak meçit që kam të shtunën në Prizren. Po besoj që kom ik deri të shtunën e të tërkojmë në ring. Cilën kategori do të marrësh pjesë dhe me cilin kundërshtar, a din kundërshtarin dhe çka presim nga Ensar? Do të marr pjesë në kategorinë deri 70 kg, po për kundërshtar nuk di. Dhe çka presim nga Ensari? Unë e di që spaku luftën e hapur, luftën maksimale pa kompromis deri në fund. Presim si gjithmonë fitore. Erion Gashi, po ashtu boksier që do të marrë pjesë në turneun e 8 nëntorit tu në Prizren. Erion, sa je përgatitur, në cilën kategori do të marrësh pjesë dhe çfarë mund të presim nga Erion? Jam përgatitur mirë dhe do të boksoj në kategorinë 57 kg dhe besoj se do ta bëj me çimin e kopë. A din kundërshtarin? Kundërshtari po është nga Suedia. Një cilësi të ke folur? Me njoft nuk e njoft, s'kam rrethana për ta, po jam i përgatitur mirë. Dhe apeli për familjarët, për shikuesit ata që dëshirojnë boksin? Po, do të më japin për kraje, gjithë. Që din t'ju shohin edhe që për kraje? Po, do të më shohin. Është e rëndësishme që të kenë tifozë. Është më stimuluese për ju që... Po, është më stimuluese, t'je vetë besime shumë dhe... Erion,
presim të shohim aty edhe të paraqitesh sa më mirë. Faleminderit shumë. Unë jam Ali Hoxha, do të marr pjesë në Ekrem Regja Drini, 44 kg në moshën 13 vjeçare. Shka presim nga dia, din kundërshtarin dhe shka presim atë ditë? Presim fitore normal. Sa jeni përgatitur me trajnerin? Shumë. Atëherë presim të shohim paraqitjen sa më mirë. Po, faleminderit shumë. Boksieri tjetër që do të jetë i pranishëm dhe që do të boksoj në këtë turne përkujtimor është edhe Naim Gashi. Naim, sa e përgatitur, cilën kategori do të marrësh pjesë edhe çfarë presim konkretisht nga ti? Jam përgatitur që 3 vjet, e kam një bokser prej Suedis, kundërshtar, dhe besoj që do të fitoj. Sa jeni përgatitur? Keni përgatitur enkas për këtë garë, për këtë turne? Po, shumë.